Thuajse në gjithë gjatësinë e segmentit rrugor nga ura Baçalleku deri te Karku i Bërdicës është bërë i mundur hedhja e asfaltit. Punimet po vijojnë edhe në disa drejtime të tjera, siç është shtrimi i trotuareve, po ashtu po realizohet në një pjesë edhe betonizimi i ansorës së rrugës. Aktualisht po shtrohen bordurat, kemi marrë deri te ky segmenti, po shihni kena edhe punë një 70 metër, mu bashku me urën e vjetër, po vendosen bordura, po vendoset muri majc, jenë këtu kriju një mur majc të skarpac të trotuarit, që lidhet, bëhet mushet apo edhe janë segmentet e fundit lidhe me urën e vjetër. Parërisht po hidhet asfalti në dy segment, sot ka kanë ditë me shi, a pezullu, nesër vazhdon, edhe krahu tjetër. Deri në segmentin po bëhet qendër për që ngoshtohet dhe kena parametra tjera. Parapërsisht 10-15 ditë bëhet i aksesueshëm edhe ky segment. Banorët thonë se ky investim është mjaft i rëndësishëm, por kërkojnë që të punohet me ritëm më të shpejtë. Të mira shumë, bokor ball, jena mirë të inshallah të na vjen uji. Vetëm se për punimin e të bësh shumë mirë. 1 kilometër rrugë me bën 1 vjet. Apo ku bëhet kjo punë? Kur bota ka i teknologji që i bën urën për javë. Këto alasa bën një kom urit. Tash bëhet i vjetë që kanë fillu të aprish të bë. Ky projekt me vlerë rreth 11 milion euro është pjesë e rikonceptimit të plotë të hyrjes së qytetit të Shkodrës, me synim për të lehtësuar trafikun në hyrje e dalje të qytetit gjatë sezonit veror dhe për të siguruar lidhje më të shpejtë me Tiranën, Vilipojen, por dhe me pikën kufitare të Moriçanit.